Miqtë të Shkodra, përshëndetje, ja ku takuam sërish dhe këtë të njëjtën në Shkodra Biznes. Sot jemi vendosur pranë gjimnazit Atë Pjetër Mëshkalla, një gjimnaz me histori të gjatë dhe model në sistemin arsimor dhe edukativ. Sot do të shohim së bashku ambientet e brendshme të kësaj shkolle dhe se si është ndërtuar sistemi arsimor. Shkolla mesme e përgjithshme Atë Pjetër Mëshkalla është një shkollë e cila nuk synon vetëm një nivel të lartë intelektual, por kujdeset edhe për formimin e përgjithshëm të personit. Edhe logoja e shkollës paraqet simbolikisht vlerat e takimit dhe të solidaritetit, të studimit dhe të dijes, si krah që u mundësojnë të rinjve të gjejnë hapësira në qiellin e kaltër të së ardhmes së tyre të pasur në ëndra. Unë jam Atë Marino Riti, një prift misionar jezuit, që është këtu në shkolla Atë Pjetër Mëshkalla nga viti 2000 afërsisht dhe pastaj kam kthyer në 2010. E tani jam si koordinator i aktiviteti baritor në shkolla që është këtu. Aktiviteti baritor do të thënë disa aktivitete që ndihmojnë komuniteti edukuese për të rritur sidomos nga ana shpirtërore, jo vetëm nga ana intelektuale. E sot jemi këtu për t'ju treguar diçka mbi historia e shkollës Atë Pjetër Mëshkalla, një historia që ka filluar në viti 1877, kur disa jezuitë prej Italisë kanë ardhur këtu në Shqipëri e kanë hapur një shkollë që ishte quajtur Shën Francesc Saveri, që ka qenë një jezuit misionar nga Spanja në viti në shekull 16. Këtë shkollë e kanë hapur fillimisht si shkolla tregtar, sipas kërkesave e familjes këtu në Shkodër, për rritje njerëzore, kulturore, etj. Në senës e këtë zonë e Shqipërisë. Gradualisht është zhvilluar sa më shumë deri në 1920, ku kanë pasur edhe disa lidhje të veçanta edhe me Itali për njohjen e diplomave etj. Atëherë në vitin 1920 afërsisht këtë shkolla është ndryshuar nga shkolla tregtare në një shkolla klasike sipas traditave europiane. Ju tregoj që edhe në stema që kishte shkolla ishte një shqiponja shqiptare plus një fjali që ishte për Zotin, për vendin dhe për përparimin, e shprehen pikat themelore të referencës së kësaj shkolle, ndërsa motoja punë, shkencë dhe disipline shprehet stilit arsimorit. Këtë formimi që ka pasur këtu në shkolla jonë është një formim njerëzor dhe fetar, ndërthurur me mençuri, me një kërkesë të fortë për sosmëri në të gjithë aspektet e jetës së të rinjve. Shkolla ishte katolike, por edhe në atë kohë është frekuentuar edhe nga muslimanët dhe ortodokse dhe fe tjetër. Në historinë e kolegjit, jezuitë kanë dalluar si edukator, mësues, studiues dhe shkencëtar. Shumë nxënësit që dolin nga bankët e kësaj shkolle u bën të njohur për nivelin e lartë shkencor, për atarizim brenda dhe jashtë vendit, që ka lënë një gjurmë të thellë në aspekt fetar, kulturor dhe social në Shkodër, në Shqipëri, me një njohuri të fortë edhe në vende të ndryshme të Europës dhe të Amerikës. Në këtë kolegj u ngritën për të parën herë si diçka e re në Shqipëri, muzeumi shkencor, stacioni meteorologjik, biblioteka, teatri, një shtëp shkronja, quajtur Zoja Papërlyer, dhe u botuan revistat e parë në gjuhën shqipe. Nuk duhet të harruar edhe që në këtë kolegje u luajt për herë të parë loja e futbollit në Shqipëri. Kemi mundësi për të përmendur disa personazhe si Mark Borici, Loro Borici, Hilto Palli, Palmirashi, dhe disa personazhe tjetër si Kolidor Meno, Faj Konica, etj. Disa shkencëtarë edhe poetë të tjera. Figurat e lidhura me shkollën janë për shembull Lazar Mjeda, Andrej Mjeda, Faj Konica, Luigi Gurakuqi,
Tahir Tizdari, Ernest Kolici, Muzafer Pipa, Arsi Pipa, Cemal Stafi, Pashk Gjeqi, Martin Camaj. Pas rrenjes së regjimi, jezuitët u kthyen me njëherë në Shqipëri dhe në vitin 1992 rihapën një shkollën të vogël në Shkodër, në një vend të përkohshme me një grup djemsh katolik. Pas disa vite, në 1994, një pjesë e madhe e pronave të tyre të vjetra ju kthyen në jezuitëve, në tokën të cilë u ndërtuar shkolla shtetërore. Në të vërtetë shkolla është vendosur në këtë godinë, duke marrë edhe emrin e atë Pjetër Meshkalla, një jezuit shkodran, që mbetet simboli besimit të kulturës dhe lirisë në qytet. Në vitin shkollor 98-99, shkolla e mesme Pjetër Meshkalla u hapë për vajza dhe djem të besimet të ndryshme, duke u përgjigjur kështu nevojat të shumë familjeve shkodran për edukime vërzëve të ri. Jezuitët së bashku me mësuesit dhe bashkëpunëtorët ju përkushtuan punës së tyre mesimore edukative, duke qenë të vetëdijshme se sa i rëndësishme është formimi i brezëve të rinj për të ardhmen e vendit. Ata filluan të punoj për rinovimin pedagogjik e didaktik sipas kërkesave dhe përvojë evropian në kontekstin shqiptar. Niveli i mesimdhënies është arritur vazhdimisht nëpërmjet eksperiencave të përparuara dhe vënies në praktik të metodeve bashkëkohore sipas pedagogjisë ignaciane. Në vijim të nevojës për një shkollë me ambient më të gjera, projekti i shkollës së re ndryshon fatin e shkollës atë Pjetër Meshkalla nga një grup i vogël nxënësish në një stil shumë familjar. Shkolla rritet në numër dhe kështu bëhet një realitet i madh dhe modern. Numri i përditshëm i nxënësish shkoi nga 450 në 600. Kantieri ndërtimi, i cili filloi në korrik 2008, punëson forcat e jezuitëve, kushtuar shkollës të paktën deri në vitin 2017. Sot në shkolla jonë janë rreth 410 nxënësit. Jam Motër Valentina dhe jam drejtori i përgjithshëm në shkollën Atë Pjetër Meshkalla. Drejtori i përgjithshëm në këtë shkollë garanton promovimin e pedagogjisë ignaciane, si dhe është urlidhëse me shkollat e tjera. Shkolla ka një rrugtim të saj historik dhe akoma sot shtrihet në shkollat e tjera në një provincë më të madhe dhe në një rrjet më të madh që ne e quajmë shkollat e rrjetit jezuitët dhe edukimi. Në këtë rrjet bëjnë pjesë shkollat e Italisë, Maltës dhe Shqipëria. Janë rreth 7.000 nxënës që marrin pjesë në këtë formim integral të personit. Kjo do të thotë që edhe pse jemi në traditat e ndryshme, kulturat e ndryshme, ne kemi një objektiv të përbashkët në formim, siç është ajo e quajtura 4C mbi të gjitha. Gjithashtu ky formim hyn në atë që ne e quajmë për të gjitha shkollat në vizionin e shkollave ose në vision të shkollave jezuite, ku janë patjetër formimi integral i personit siç e përmenda më parë, por edhe që personi të rritet si një qytetar global. Tani akoma më shumë në lëvizjet që kemi në botë. Gjithashtu personi të rritet me një guxim dhe krijimtari për të sfiduar sfidat e botës dhe të kohës, të ketë kujdes për tokën tonë të përbashkët ose shtëpinë tonë të përbashkët, si se quan Papa Francesco në enciklikën e tij Laudato Si. Gjithashtu, edhe të kujdeset për të tjerët, ne synojmë në formimin tonë që personi të kujdeset për të tjerët në veçanti për shtresat më të varfëra të shoqërisë. Gjithashtu, shkolla ka dhe një mision të saj, ose quajtur ndryshe mission, të shkollave jezuite ignaciane, dhe instrumenti privilegjuar për ta vënë në akt këtë mision, është pikërisht pedagogjia ignaciane. Çfarë do të thotë? Që ne synojmë
formimin e brendshëm të personit, formimin etik, emotiv, gjithashtu, synojmë në zhvillimin e mendimit kritik të personit dhe të një kritike pozitive. Gjithashtu edhe opcionin që personit të zgjellë sipas vlerave, dhe vlerave e them këtu të ungjillit. Në shkollën tonë nuk është vetëm zhvillimi i një mësimi, por i një mësimi cilësor. Gjithashtu, nëpërmjet pedagogjisë iniciale, kërkojmë për të implementuar këto vlera me aktivitete të ndryshme. Shkolla iniciale është përbërë mbi të gjitha nga një staf mjaft i kualifikuar dhe i formuar, nga një staf akoma tjetër që është brenda shkollës dhe që quhet ekipi baritor, ku ofron nxënësve një shërbim mjaft të kualifikuar për sa i përket aktiviteteve të ndryshme që formojnë edhe etikën e nxënësit. Kemi shërbimin psikosocial të ofruar nga psikologja e shkollës, ku gjithashtu kërkon edhe që nxënësi jo vetëm të dëgjohet, por të ndihet mirë në ambientet e shkollës, gjithashtu edhe aktivitetet që të i kalojnë orarin e mësimit, në të cilën nxënësit ndalen për të marrë pjesë në këto aktivitete, siç është teatri, kërcimi, sporti, kori i shkollës e kështu me radhë. Prandaj shkolla, dëshiroj për të theksuar, është publike, sepse pranon nxënësit në të komunitetit në ku bëjmë pjesë. Por është private dhe ka një kosto. Por shkolla është e hapur në këtë drejtim ekonomik sepse që kërkon për të qenë ndjeshme edhe kundrejt standardit të jetesës që ne familjet tona jetojmë në këtë moment social-ekonomik. Për familjet të cilat mund të mos kenë mundësi pagese fare. Për familje që nuk kanë mundësi pagese fare, shkolla ofron disa bursa studimi, të cilët këtu kemi një sasi mjaftueshme nxënësish që angazhohen, dëshirojnë për të studiuar. Familja nuk ka shumë mundësi, por shkolla i ndihmon në këtë drejtim ekonomik që dhe ato të kenë akses për të studiuar në shkollat tona jezuite. Është qartë që ne jemi të ndihmuar nga donatorë mbi të gjitha të jashtëm. Shkolla në misionin e saj ofron edhe një formim jo vetëm për nxënësit, por edhe për profesorët, për familjet të cilët bëjnë pjesë në familjen tonë të madhe të shkollës, por edhe për shoqërinë jashtë. Gjimnazia Atë Pjetër Mëshkalla është pjesë e sistemit parauniversitar shqiptar me kohëzgjatje 3 vjeçare dhe i barazvlefshëm me gjimnazet e tjera në vend. Shkolla është e hapur për gjithë ata që duan dhe bashkëndajnë me ne projektin edukativ të shkollës. Plani i studimeve kurrikulare në shkollën tonë është njësoj i strukturuar si në gjimnazet e tjera të vend.
përbashkët për që sa më të denjë në jetë. Mjedisi i klasave pra është shumë i rëndësishëm dhe klasat tona përmbajnë ngjyra të ndryshme dhe harmonia e këtyre ngjyrave ofron një mjedis sa më komfort dhe motivues. Pasqyrimi i këtyre klasave është pasqyrimi i vetë rrugës drejt dijes. Secila derë e klasës, siç e shikojmë, mbart emrat e personazheve të shuara, të cilat ofrojnë një botën e intelektit dhe diturisë. Këtu ndodhemi në laboratorin e biologjisë dhe kimisë, një pjesë tepër e rëndësishme e shkollës tonë. Siç e shikoni, laboratori është i pajisur deri në maksimum, duke filluar që nga substancat më të thjeshta kimike e deri në makete nga më të ndryshmet, mikroskop, të cilat të gjitha shërbejnë për lëndën e biologjisë, për vërtetimin e eksperimenteve të ndryshme. Ambienti është tepër i madh, kemi mundësi lëvizje. Kjo ambient, më saktë, ndihmon që pjesën teorike që marrim gjatë orëve mësimore ta kthejmë në koncepte praktike, cilat na vyejnë edhe për pjesët në vazhdim. Përveç laboratorit të biologjisë dhe të kimisë, kemi edhe laboratorin e fizikës, i cili ndodhet në një klasë krejt më vete. Laboratori i fizikës është i pajisur me gjitha mjetet e nevojshme, cilat atë që bëjmë në teori, siç e thash edhe në laboratorin e biologjisë dhe kimisë, e kthejmë në koncepte praktike, pra në koncepte të cilat na ndihmojnë të vërtetojmë teorema nga më të ndryshmet, eksperimente nga më të ndryshmet e shumë gjëra tjera. Për sa i përket sallës kompjuterike, salla kompjuterike është pika më e fortë, le të themi, e shkollës tonë, për arsye sepse nxënësit atje kanë mundësinë që të testojnë vetveten në nivelin e fushës informatikës dhe teknologjisë, duke i ditur që informatika dhe teknologjia tashmë nuk janë vetëm lëndët e së ardhmes, por që janë bërë edhe lëndët e së tashmes. Këtu ndodhemi në sallën Prometeane, e cila është praktik e re në zhvillimin e orës mësimore në mënyrën sa më aktive dhe efikase. Ajo në shërben në zhvillimin e ushtrimeve të ndryshme në mënyrë aktive me anë të librave interaktiv që ajo përmban. Gjithashtu, dhe në dhënien e shpjegimeve të ndryshme interaktive, fal materialeve shtesë si video apo materiale të ndryshme, sidomos në lëndën e gjuhëve të huaja, por dhe në lëndët e tjera. Gjithashtu ajo na shërben për krijimin e lidhjeve me shkollat e tjera jezuite ku ndodhen dhe gjithashtu në krijimin e programeve të ndryshme të shkëmbimit të eksperiencave. Këtu ndodhemi në bibliotekën e gjimnazit Atë Pjetër Meshkalla, e përbën një nga ambientet më të rëndësishme dhe më të veçanta të kësaj shkolle. Ajo na vjen më shumë në ndihmë përmes botimeve të shumta dhe literaturës së pasur, jo vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në atë gjermane. Në shkollën tonë, fakt, realizojmë edhe aktivitete ekstra kurrikulare që zakonisht i zhvillojmë në orën e 7. Të herë nxënësit ndalen, ata nxënës që kanë dëshirë të marrin pjesë në këto aktivitete, ndalen në orën e 7 dhe bahen pjesë e grupeve të ndryshme, ku e ndjejnë veten se mund t'japin
sa më shumë prej tyne ose ku ndjenjë që kanë talent. Nuk na mungojnë këto aktivitete, janë të larmishme. Kemi grupin e teatrit, në të cilin marrin pjesë shumë nxënës në fakt dhe drejtohet prej një regjisor, një aktori që vjen dhe e drejton grupin. Pastaj kemi grupin e kërcimeve ose e të vallës, siç kanë dëshirë me quajtë nxënësit, që drejtohet nga profesori i vallës, koreografi. Kemi edhe grupin e muzikës në shkollë, i cili u hiqet nga profesori i muzikës. Njëkohësisht kemi edhe aktivitete sportive, që në fakt i kemi 2 herë në javë, edhe në këto aktivitete nxënësit janë shumë aktiv, marrin pjesë me shumë dëshirë. Njëkohësisht kemi edhe zhvillojmë në shkollë edhe aktivitete që kanë natyrë edhe etike, edhe sociale, trajtojmë tema të ndryshme, tema që janë të prekshme për nxënësit, do thënë i hasin çdo ditë. Paralelisht zhvillojmë çdo 2 javë edhe një shërbim komunitar me ata nxënës të cilët kanë dëshirë që të bahen pjesë, ta zgjedhin vetë nëse kanë dëshirë dhe shkojmë dikon ku japim kontributin ton aty ku e shohim më të nevojshme. Ajo që mune me thanë është se këto aktivitete në fakt nuk është se janë vetëm në dobi të nxënësve vetë ose në dobi të shkollës, të jetës shkollore që organizojmë këto, por më fort janë edhe në dobi të komunitetit, sepse shkolla jonë është gjithmonë pjesë aktive e aktiviteteve që zhvillohen edhe jashtë dyrëve të shkollës. Sa i takon, ne po mendojmë që në të ardhmen me shtu gamën e gjanë të aktiviteteve tona, kemi disa ide dhe shpresojmë që ti realizojmë ato. Ajo që unë mund të konstatoj është se nxënësit janë shumë entuziast kur marrin pjesë, sepse të menosh që është ora 7, kanë pas një ditë shumë të ngarkume, por që në fakt ata arrin të dallojnë se këto aktivitete jo vetëm largëtojnë, por edhe i formojnë në vlera, edhe prandaj janë gjithmonë vinë me shumë entuziazëm e dëshirë ndalen. Realisht, mendoj se ky është edhe misioni i shkollës. Misioni i shkollës është që të formojë njeriu në tërsinë e vet dhe jo vetëm një formim intelektual. Dhe mendoj se shkolla ka këtë mision shumë të rëndësishëm që të zbulojë talentin tek nxënësit, sepse ata kanë talentin, ta vendos, pastaj të ndihmoj ta vendosin në shërbim të komunitetit. Dhe mendoj se ky gjimnaz ban më të mirën e vet çdo ditë që mu realizu me dinjitet ky mision. Të rënjosur në traditën jezuite në bashkëpunim me ekipin tonë varitor, ne na ofrojnë edhe gjithashtu shumë aktivitete të ndryshme të cilat përveç atyre shkollore, të cilat na mundsojnë që të nxjerrim në pa përveç anën tonë intelektuale, gjithashtu edhe anën sociale dhe shpirtërore. Kjo bëhet me anë të shumë aktiviteteve të ndryshme rinore, nëpërmjet tërheqjeve shpirtërore dhe gjithashtu mësojmë për të qenë antar të një bashkësie.
Të përfshin fushën e futbollit, basketbollit, volejbollit, pistën e vrapimit. Këto ambiente janë disa nga më dashurat dhe më të parapëlqyera për ne nxënësit, sepse konsiderojmë aktivitetin fizik si një pjesë të rëndësishme të edukimit dhe të jetës tonë. Ndodhemi në auditorin e shkollës Atë Pjetër Meshkalla, një vend fantastik për shprehur talentet tona me hapësira të mëdha e komode për prezencën e plot 300 personave. Këtu nxënësit shpalosin talentet artistike nëpërmjet shfaqjeve të ndryshme të organizuara nga mësuesit e lëndëve përkatëse. Gjithashtu në këtë mjedis organizohen konferenca të ndryshme, të cilat janë lehtësisht të mundësueshme nga kushtet optimale të cilat ai ofron, duke filluar që nga hapësira e bollshme, projektori, ndriçimi, teknologjia e avancuar e deri te temperatura ideale në sallë, e bën atë ambientin e duhur për aktivizimin ton në aktivitete jashtëshkollore. Përshëndetje, unë jam Elisa dhe jam pjesë maturës 2005 tek Pjetër Meshkalla. Unë jam psikologe dhe jetoj në Gjermani, ku punoj si pedagoge, konsulente e shëndetit mendor edhe fotografe. Shkolla Pjetër Meshkalla ka kanë një ndër përvojat më formuese të jetës time, mund ta them me të gojë. Aty kam pas mundësinë me eksploru pasionet dhe interesat e mia, edhe kam kanë vazhdimisht të sfiduar që të rritem edhe të përmirësohem si nxënëse, por edhe si individ. Një nga gjërat që ka bërë përvojën time të shkollës mesme kaq të veçantë kanë kanë pa diskutim mësuesit e jashtëzakonshëm që kanë kanë super të përkushtuar në suksesit tonë. Gjithashtu në shkollë kam njoft njerëz të mrekullueshëm me të cilët vazhdoj të kem mirësi edhe sot e kësaj dite, edhe që shumica prej tyre janë tepër të suksesshëm sot në mbar botën, por edhe në Shqipëri. Sigurisht shkolla mesme nuk ka gjithmonë e lehtë, ka pas raste ku jam e mbi ngarkume ose stresume, por të pa mrapa e shoh se si këto sfida ka ndihmuar që të zhvilloj rezistencën dhe reziliencën time, cilësi që kanë shërbyer shumë për jetën edhe sidomos për doktoraturën, sepse këto dy cilësi janë të domosdoshme nëse merret ai drejtim, pra drejtimi akademik. Sot e kuptoj se sa ndikim ka pas shkolla mesme në rrugtimin e karrierës time, sepse aftësitë dhe njohuritë që kam marrë aty më kanë hap në radhë rrugën për me studiu jashtë vendit, veçanërisht në Itali, ku kam kryer masterin, që ka qenë mjaft e lehtë dhe ka qenë e paqmueshme për jetën time profesionale dhe më ka ndihmuar shumë me qenë këtu ku jam sot. Pra, në përgjithësi kisha thënë që Pjetër Meshkalla ofron një arsim rigoroz dhe sfidues për nxënësit e saj edhe i përgatit ata për sukses në universitet, por edhe më tej në karrierën e tyre. Të pa vitet e mia të shkollës mesme kuptoj se sa shumë jam rrit dhe sa shumë kam mësu gjatë asaj kohe dhe për këtë jam shumë mirënjohëse dhe jam krenare që jam pjesë e saj. Prania e një psikologu në shkollë ndikon që brenda këtij institucioni të promovohet një mjedis mësimi i sigurt dhe gjithëpërfshirës. Psikologu në këtë shkollë fokusohet në promovimin dhe zhvillimin mendor e fizik të nxënësve, si dhe në ndihmesën dhe mbështetjen që jep për rritjen e cilësisë së procesit të mësimdhënies dhe mësimdhënies dhe jo vetëm. Ju prezantojmë me shërbimin psikosocial të shkollës Atë Pjetër Meshkalla. Pikërisht këtu nxënësit drejtohen për me folë në lidhje me problematika të ndryshme, duke ditë se sistemi arsimor shqiptar e ofron mundësinë e kontaktit me psikologun, por duke qenë se ofrohet edhe në rolin e të drejtave të fëmijëve. Roli i shërbimit psikosocial mundohet që të ketë një qasje gjithashtu edhe me shkollën, me klasat konkretisht nëpërmjet zhvillimit të temave edukative, por normalisht edhe nëpërmjet aktiviteteve psikosociale. Në fakt është një mënyrë shumë e mirë e ndërtuar qoftë nga sistemi arsimor shqiptar, por
Diçka që ndjej satisfaksion edhe në rolin e psikologës shkollore është edhe fakti që vetë shkolla dhe vetë shoqëria jezuite e përkrahin dhe mbështesin rolin e psikologut shkollor. Kështu që kontaktet me klasat, zhvillimi i ushtrimeve psikosociale, zhvillimi i diskutimeve të ndryshme me klasat, e ndihmon qoftë psikologun për me njoftë problematika dhe dinamika të klasës, por me njoftë edhe problematika të komunitetit ku jetojnë. Në këtë mënyrë, nga ana tjetër, është edhe vetë nxënësi që njihet më tepër me rolin e psikologut dhe drejtohet pikërisht në zyren e shërbimit psikosocial. Një pikë tjetër avantazh e shkollës Atë Pjetër Mëshkalla është se duke qenë pjesë e shoqërisë jezuite, por gjithashtu edhe bën pjesë në rrjetizimin e shkollave katolike, po punon